Shtetet e Bashkuara dhe Kina zhvillojnë ditën e dytë të bisedimeve për tarifat. Pa përparime, por Trump premton përparim të madh. Shtetet e Bashkuara dhe Kina të dielën rifilluan bisedimet thelbësore për tarifat që kanë vënë ekonominë globale në ankth, por duket se kanë pikpamje të ndryshme se ku qëndrojnë negociatat aktualisht. Presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump shkroi në mediat sociale se po bëhet përparim i madh dhe madje sugjeroi se një rivendosje totale ishte një mundësi ndërsa palët zunë vendet e tyre në ditën e dytë të fundit planifikuar të diskutimeve në Gjenevë. Pekini ende nuk ka komentuar drejt për drejt, por agjencia e saj zyrtare e lajmeve ndoqi një qasje të ashpër duke thënë se Kina do të hedhë poshtë me vendosmëri çdo propozim që komprometon parimet themelore ose minon kauzën më të gjerë të barazisë globale. Megjithatë, Trump shkroi të dielën në mediat sociale se po bëhej përparim i madh. Ai nuk dha detajet më teshme dhe zyrtarët në shtëpinë e parë gjithashtu ofron pak informacion gjatë pasditës së parë të diskutimeve. Dy zyrtarë që folën para Associated Press në kushte anonimiteti për shkak të ndjeshmërisë së çështjes konfirmuan se bisedimet kishin rifilluar sot në mëngjes. Diskutimet do ndihmojnë stabilizimin e tregjeve botërore të pasuara SBA-Kin, e cilat Kina në mënyrë të pavullnetshme ka shkaktuar dhe i kanë marrë fjalën në fundit për tarifat. Diskutimet janë mbajtur në fshehtësi dhe asnjëra palë nuk bëri komente për gazetarët, ndërsa u larguan të shtunën. Editorialin e saj Xinhua tha se bisedimet nuk duhet të jenë kurrë pretekst për detyrim ose zhvajtje të vazhdueshme dhe Kina do refuzoj me vendosmëri çdo propozim që komenton parimet themelore ose minon kauzën me të cilën të barazisë globale. Ashtu si një ditë më parë, delegacionët u larguan nga vila e caktuar për bisedime pas disa orësh për pushimin e drekës. Trump muajin e kaluar rriti tarifat e Shtetit Bashkuar ndaj Kinës në një total prej 145% dhe Kina u akmor duke goditur importet amerikane me një taks prej 125%. Tarifat kaq të larta në thelb por bën bojkotim të produkteve të njëri tjetrit nga vendet, duke prishur tregtinë e vitit kaluar që arriti në $660 miliardë. E para se të fillonin bisedimet, Trump sugjeroi se Shtetet e Bashkuara mund të ulin tarifat e tyre ndaj Kinës, duke thënë se një postim në Truth Social se tarifat 80% duket e drejtë varet nga Scott, duke referuar negociatorit kryesor dhe sekretarit të saj Scott Bessent. Bisedimet shënojnë herën e parë që palët janë takuar ballë për ballë për diskutuar çështjet. Megjithatë, perspektivat për një riparim janë të vogla, edhe një ulje e vogël e tarifave veçanërisht nëse merret njëkohësisht do ndihmonte në rivendosjen e një farë besimi. Negociatat për të rifilluar tensionimin e luftës tregtare në rritje SBA-Kin janë shumë të nevojshme dhe është një shenjë pozitive që të dyja palët të ishin në gjendje të lëvizin me hir përtej grindjeve të tyre se kush duhet telefononte i pari, tha Jake Werner, drejtori i programit azisë lindore në Institutin Quincy për shtetësi të përgjithshme në një email. Lufta e tarifave me Kinën ka qenë më intensive. Tarifat e Trumpit ndaj Kinës përfshin një tarif prej 20% që synojnë të ushtojë presion me Pekinin që të bëjë më shumë për të ndalur rrjedhën e fentanilit sintetik të opioidit në Shtetet e Bashkuara. 125% mbetur përfshin një mosmarrëveshje që daton nga mandati i parë i Trumpit dhe vjen në krye të tarifave që ai vendosi ndaj Kinës në atë kohë, që do të thotë se tarifat totale në disa mallar kineze mund të kalojnë 145%. Deficiti tregtar i Kinës arriti një rekord prej $263 miliardë vitin e kaluar, çka ka qenë gjithashtu një objektiv i madh i ankesave të Trumpit.